Është generali Basta, një shqiptar austriak i cili la në fillim të shekullit 17 një traktat strategjie mbi nderin dhe disiplinën. Apo siç është Karl Gega, inxhinieri i Ekurullës Semeringut, që tha se rrugët që lidhin njerëzit janë më të rëndësishme se ato që ndajnë territoret. Apo Aleksandër Mojsiu, aktori shqiptar që është në panteonin e teatrit austriak, i cili i mbushi skenat e Vienës dhe të Berlinit me zërin e tij të papërsëritshëm, për cilin vetë Thomas Mann shkroi se ky është zëri që e bën njeriu të dridhet përpara të vërtetës. Por edhe në rrënjët e aristokracisë së re austriake ka pak gjak të mirë shqiptar. Gjaku i familjeve Sina dhe Dumba nga Voskopoja, të cilët quan në Vjenë art dhe filantropi, dhe në tërësi ishin rreth 30 familje shqiptare që vetë perandoria i fisnikëroi për vlerat e tyre. Dhe sot profesor Sti Vargu hyesh në qiellin e historisë sonë përbashkët, i bashkoheni ju, një njeri i qetë, një njeri i përpikt, dhe pikërisht pse shumë i qetë dhe i përpikt edhe shumë i trazuar në shkallët e universitetit kur dolët për të na pritur ne, që erdhëm pak si miq të paftuar për t'ju imponuar një krushqi të cilën unë jam i bindur ju nuk ishit parë as në ëndrrën më të keqe. Një njeri që rrezaton dritën e një mësuesi dhe të një zotërie që beson në forcën e dijes dhe në forcën e mirësjelljes. Një njeri pa zhurmë, por unë jam i bindur që si rektor i universitetit, edhe pse nuk e kam informacionin nga brenda, edhe një drejtues i hekurt. Një profesor që erdhi në Shqipëri jo për të folur për reformë, as për të dhënë mend, po për të mbjell një frym të re, me shumë delikatesë, me shumë respekt dhe me shumë durim, pa i mbyllur hundët e kultivuara në mjediset e sqimës austriake përpara shumë çkaje që mund ta bezdiste në realitetin tonë, por duke përqafuar atë realitet dhe duke u sjell me truallin e Universitetit Bujqësor si me një truall shpirtëror ku ai po na jep një dorë për të mbjell një pemë të re për këtë shekull të ri. Dhe falë kontributit tuaj i dashur profesor, Universitetit Bujqësor i ka rilindur